Përshëndetje gjithëve. Kjo video i drejtohet kryeministrit Rama. Me që fitove dhe këtë radhë, në shpallje në gjë që fitove nuk pam, po nejse, ti e fitove. Unë desha me të bëj pyetje që ka shumë kohë që nuk bëhet. Pyetja është, sa lekë duan një shqiptari mesatar me jetun në Shqipëri? Se hera funi që është bë kjo pyetje është kur tha jo tipja duan 130 euro. Shpresoj mos ta kesh bë llogarinë në mandatit të ardhshëm që mjaftojnë 130 euro për shqiptar, se nuk është njësoj situata plak. Kështu që kam vendosur sot me të bëj llogari. Si është jetesa për një çift normal shqiptar që jeton me qera për shkak. Ka mundësi atje lart ku jeton ti nuk e bëni këtë llogari. Kështu që po ta bëj unë. Fillojmë nga qeraji. Her 400.000 lekë me mik, edhe në Durrës kanë filluar me 400.000 lekë. Kaq kushton. Shumë bukur tash. Kësaj llogarie prapë me mik do të më shtuj 400.000 lekë tjetër ushqim, se ne rrogat nuk i kemi fare si Gjermania, po ushqimet i kemi paq sa Gjermania. Ne kena byth mdhaja shumë. Tash kësaj llogarisë do të më shtuj 150.000 lekë muaj për drita, ujë, telefon, oferta telefoni, gjona kështu. Normal që elektriciteti është më i shtrenjtuar në Kosovë me qira fjalë, megjithëse ne kemi potencial me ushqy dhe Kosovën po deshëm. Po nejse, tash kësaj llogarie do të më shtuj 150.000 lekë tjera për karburant, dhe kam bë llogarinë me dysh naft. Futi kësaj llogarie dhe 50.000 lekë për shkakun që mund duhet për rroba, futi edhe 50.000 lekë tjetër që mund të duhet për deodorant ose për letrën e bythës mo. Kjo llogari të del diku te 1200 euro mujore që duhen me jetu, me mbijetu. 1200 pjesëtim për 2, sa ka 2 persona çifti, duhet bëjnë secili nga 600.000 lekë muaj vetëm për të jetu. Kjo llogari sigurisht është bë pa mendim të dërosh në 100 lekë ndonjëherë. Pa llogarisë do mbledhësh ndonjëherë lekë me ble shtëpi, ose me ndru makinën, ose po të prish makina, ose po të prish WC-ja, ose po desh me bën ai fëmijë ndonjëherë, etj. Puna është se nuk është asaj më plak. Gjithmonë e dim që duhet më tepër se llogaria që bëm. Thjesht po bëjmë një llogari bazike. Po nejse, për një moment ta llogarisim 1200 euro. Nëse u dashkan 600 euro secilit vetëm për të mbijetu, atëherë sa që ka rroga minimale në Shqipëri? 400 euro. Puna është se nuk është asaj rroga minimale, se gjithë dim që ka shumë vete që punojnë në xez, edhe marrin 200.000 lekë, thjesht e marrin 9 dorë. Nëse llogaria po na del kështu, që shteti jon na ka vënë më të vogël pagën minimale, s'është mjaftojnë për të mbijetu, edhe ka njerëz që marrin më pak sa paka minimale. Atëherë çka kuptimi ka që vjen shteti e thot pse është drog? Me çfarë fytyre po i thu njerëzve mos shisni drog? Ti indirekt i ke thon shqiptarëve me shit drogë plak. E kupton këtë gjë? Kështu që pyetje direkte, sa del llogaria aty? Sa të ka thon Ministria e Financave që mjaftojnë për shqiptarë që të mbijetoj gjatë muajit? Dhe pyetja e dytë tash, këtë shifër që isha s'është akoma 130 euro mendin tate. Ku keni më çu deri në fund të mandati? 150 euro? Mesazh gjithë shqiptarëve, duhet të vini mu përballë me këtë tipin o plak, se s'keni për të gjithë gjë ndonjëherë, ta dini.